Unë të kuptova. Një qytetar që nis me fol për Kosovën, rrugtimin e vet politik, edhe nuk niset prej Adem Jasharit, edhe për luftës të ÇK-s, unë nuk pres më mirë. Ai veç është armik i Kosovës. Haradinaj një, kush tjetër? Zoti Murat Jashari. Edhe për jap edhe shumë am natyrë, po për jap një zonë shumë nderuar që shumë është i bën nerë, i ka bë Kosovës nerë në secilin proces, po ne dojmë kësi figura bumbonierka, e ke zonjën Nora Veller. Po, Nora Visokën. Nora Visokën Veller. Do me thonë që duhet me kriju nga figura. Qa kena obligim na, si qytetar, është me nxerr figura. Kena bësh me nxerr burrat mëdhej, ti vendi për këtë vend. E ka sot duash. Urdhro, zoti Presheva, një kundëragim, pas te do të ketë, urdhro. E patëm një legjerat jashtëzakonisht mirë edhe krejt për një njeri, kundra një njerit. Duhet zgjedhje me bona. Zgjedhja duhet me lonë të populli. Apo më tregon mu, ju jeni veterani i 3 vendeve, 3 fronteve, okej? Po. Në popull, kush kish me fitu? Në popull? Po, kush? Dhe gjë, para, këto është problemi se ne nuk kemi ndërtu teren politik me u vlerësu njerëzit. është kontaminim i madh. Atëherë, hajde t'ja kthejmë i popullit, pa di që ka ndodhë bacë këto vite në Kosovë. Se kemi pas as qërëditet madhe politike, sa që se cili politikan ka marrë vot në emën të popullit, e ka bë kompromis pa e pyet popullit. Pra dhe qeverinë e fundit, e kemi 51% që ka fitu. Nuk ka arë qeveria kur tim në premtimin që ka me rritë rrymën. Po që për në ndodhë? 2 javë mas zgjedhjeve rritën fakturat e mbeturina, rritën fakturat e rritët bara kostov të ujit. Tash për na rritët energjia elektrike. Nuk ka ardhur asnjë qeveri me këto premtime. Edhe zoti Thaçi kur ka qenë kryeministër, edhe politikan tjerë, nuk kanë ardhur në politik që ka me po zajednicet, as që ka me po gjykatën speciale, as që ka me po privatizimin, neve gjitha këto na ka ndodhur. Edhe Vjosa Osmani nuk ka ardhur në si presidente, për cilën unë jam gëzu kur ka ardhur, që kam besu. Edhe me që se nuk jam pajtu me rutimin e saj politik, se gjithmonë është ngrit në disa situata e momentume. Po, Presheva thot kush do të fitonte në çfarë, çka nën kuptuar. Po këtu është problemi që nuk e kthejmë zgjedhjen te sovrani. Shiko, sovrani jam i bindun, unë jam i bindun. Edhe me kaull, me të gjithë. Po. Vjosa Osmani 80% fiton. Jo. Te sovrani. As Ramushi, as Berim Shala, as qetri nuk mund të jemi duke i zgjat shumë. Unë ultova për 1 muaj e gjysmë të përket Kosovën, edhe në bisedë me popull edhe me njerëz të thjesht. Të gjithë janë për Vjosa Osmanin. Të gjithë. Jo 1, jo 2, po të gjithë. Edhe doktora, edhe punëtor thjesht, edhe pastrus rrugëve, kom bisedu me të gjithë. Ju për me pa pulsin e njeriut duni me shku në popull, duni me shku të ai që kur nuk përmendet. Asnjë politikan nuk shkon me përmend njeriun i cili është i padijshëm. Asnjë. Si Dardani është komunikim me popullin vazhdimisht, me qytetarën, po. Ky popull në rrugtimin e vet politik ka bërë shumë dome në kuptimin e votës. Pra, këto është debati me mua, me ty e me neve. Çfarë standardi po dojmë me ndërtu në Kosovë? Çfarë shembull po dojmë me jap? Apo dojmë me jap? Unë kisha pas qef me dëgju prej teje se si vlerësohet atje një politikan që ka dhënë kontribut